Situatën e krijuar. I shqetësuar nga reagimet, komentet dhe publikimet në mediat e huaja të përplasjeve në Zvërnec, kryeministri Edi Rama dha këtë të hënë versionin e tij mbi projektin turistik në zonën e Pish-Poronartës. Teksa foli për një konflikt të fabrikuar nga aktorë të ndryshëm brenda dhe jashtë vendit, kreu i qeverisë tha në mbledhjen e grupit parlamentar se qeveria ka mbrojtur interesin publik në negociatat me investitorët nga Katari dhe vajzën e presidentit Trump. Për projektin e Zvërnecit duhet të shikoni pronat dhe pronarët, pasi ne nuk kemi tokë shtet aty. Dhe copza që mund t'jenë shtet janë krejtësisht papërfillshme për ambicien tuaj. Kështu që merruni me pronarët. Ju e dini shumë mirë se kush janë njerëz të interesuar, se e di gjithë bota. Bota e mbar flet për këtë projekt për shkak të njeriut që e ka promovuar projektin, Xharet Kushnerit. Kryeministri u ndal edhe te statusi i zonës, duke lënë të kuptohet se kategorizimi sipas ligjit nuk pengon ngritjen e strukturave të hotelerisë. Që Pish-Poroja, për cilin flasim, nuk është një zonë e mbrojtur e kategorisë së parë apo dytë, por klasifikohet edhe sipas IUCN-s kategori e 5. Peizazh i mbrojtur. Kategoritë 5 dhe rasti konkret dhe 6 janë të ndërtuara mbi konceptin e bashkëjetesës së natyrës me aktivitetin ekonomik, social dhe turistik. Laguna nuk preket, është e shkruar. Dhe zhvillimi nuk mund përfshi marin, është e shkruar. Kishte marin në versionin e parë. Edhe në dytin, u hoq. Përgjatë fjalimit më shumë se një orë, Rama tha se projekti fillestar nuk është më në fuqi, pasi është paraqitur një projekt i ri i cili është rikonceptuar pas kërkesave të institucioneve shtetërore. Sot që flasim, nuk ka një projekt arkitektonik të miratuar, nuk ekziston. Në mars të 2026, pra llogariteni nga fundi 2024-s, është paraqitur një projekt krejt tjetër, i rikonceptuar me një qasje tërësisht ndryshe, projektuese, zhvillimore, mjedisore. Këshilli Kombëtar i Territorit, pra tregtarët që për emrin tim për llogarinë time shesin Shqipërinë, nuk e kanë miratuar të gjithin ashtu siç e kanë paraqitur subjekti zhvillues, por ka vendosur kushte përsëri të shkruar janë me shkrim dhe kufizime konkrete për vijimin e projektit. Megjithatë, kreu i qeverisë pranoi se për projektin nuk është kryer ende studimi i ndikimit në mjedis, dokument që do duhet të realizohej përpara vijimit të punimeve, ndaj kompania që ka ndërhyrë deri më tani do të gjobitet. Inxhinierët e mjedisit që sot që po flasim tani, që flasim vazhdojnë punojnë për të paraqitur studimin mjedisor, nuk e kemi të paraqitur akoma studimin mjedisor, e kuptoni apo jo? Domethënë lufta zhvillohet sot për sot vetëm me një gjë konkrete, me një gardh të shëmtuar skandalos me tela me gjëmba, për të cilin kompania do paguajë një gjop të majme. Dhe natyrisht pastaj për ato dhunën për të cilën ajo kompania tjetër nuk do punoj më në Republikën e Shqipërisë. Projekti në Zvërnec u pikas fillimisht nga organizatat mjedisore, të cilat deklaruan se punimet po kryeshin në emër të Kastrati Group, gjë të cilën kryeministri e ceku përgjatë deklaratës, por pa dhënë detaje. Ky s'është debat as për kompaninë, ky s'është debat as për shefqet Kastratën, që të jemi të qartë. Fare. Në zonë janë bërë aktualisht rrethime me gardh metalik, janë prerë pemë, janë dëmtuar dunat qindra vjeçare të rërës, ndërsa është hedhur edhe beton. E gjitha kjo është zhvilluar pa asnjë transparencë. Organizatat botërore mjedisore kanë paralajmëruar bojkot të turizmit nëse qeveria shqiptare vijon me këtë projekt.